Përshëndetje edhe për ju, faleminderit gjithashtu nga ju uroj suksese në punë. Po, si mas asaj që kam kuptu unë kam lind me artë. Sepse qysh në femiri, çdo herë në një rreth ku kam qenë, me fëmijë, me nxansme, çdo herë kam kriju një ambient humorist, për të qesh e kam ba një ambient të mirë, të gjithë janë rrethue të unë, me ndëgju diçka, hajde me na tregu diçka, kështu që do me thonë, aty e kam kuptu se me siguri kam lindur bashkë me artin. Kohrat tona kanë qenë pak më ndryshe, prindërit edhe nuk kanë pas qaq mundësi me u marrë me neve, se i kanë pas 100 punë, 100 telashe, po me kalimin e kohës, unë çdo herë e kam pa dhe çdo herë jam afër teatrit, afër artit. Qoftë në përcjelljen e filmave, qoftë në shfaqje, qoftë ku ta di unë. Po teatri këtu në Skënderaj fillet i ka diku 72-73. Do me thonë mbi 50 vite në skenë. Aty kemi formu pjesën e parë që kemi lujtë në këtë teatr, ka qenë drama e Josip Reles, Ik jak ik. Aty e kam pas një rol të një ushtari gjerman, kështu që ka qenë një dramë mirë, ka qenë në regjit e Beqir Beqirit, një profesor ka qenë, a i na ka ndihmu edhe në themelimin e teatrit, po na ka ndihmu edhe me regji në dramat e ndryshme. Atë dramë, në realitet, ka qenë një epok gjermano-partizan, që është trajtu një teme e luftës kështu, dhe aq mirë kemi lujt rolin e gjermanëve, sa që publiku, salla, krejt janë qunë kamë. Kujtohet një zyrtar, ka qenë një zyrtar për kulturë. Ka hynë mrena ka hynë shfaqje dhe na ka thanë, bollni ma qit një partizant se po dojna me shku në burg. Se po shkruan Milomiri ka qenë një kryetar i lidhjes socialiste, atëherë. Po manë thët proces, qit një partizant del. Mërë se su kryo akti hala, o boll Gjerman, hiq një Gjerman se shku në burg. Dhe në thonë kjo më kamet kështu. Kasta e vjetër aktorëve, ata kanë qenë aktorë të cilët e kanë dasht artin shpirt, e kanë pas teatrin shpirt. Dhe, kur e kanë pas atë vullnet, pa ndyshi se kanë dalë, çdo herë kanë dalë mirë. Dhe ta tham të drejten, pa hezitim se janë të pazavencushëm. Kemi edhe aktorë të ri, nuk du me thonë që tash këta nuk bëjnë dhe nuk po, ka edhe aktorë të ri të mirë, po kasta e vjetër është e pazavencushëm. Një aktor të mirë, mas pari e bën modestia, mendoj. Unë e qesh e tham modestia me ka pru këtu ku jam. Sepse nëse se që thot popullit hynë vetë janë huj, atëherë s'mund shkon larg. Kuptohet pastaj puna, angazhimi, dëshira për teatr, kultura e atij aktorit, gjitha dhe me thonë e përbëjnë një aktor të mirë. Një qytet pa teatr, kisha mujt me thonë si një njeri pa mushkri. Sepse teatri, apo kultura dhe arsimi janë bazamenti fundamental i një shoqërie. Përkundrazi, shteti nuk është të bë shumë pak për teatr dhe për kulturë. Thamë fjalën në nivel qendror. Pastaj, sepse nga niveli qendror bartën tek nivelet lokale, kështu që nuk ka ndoj mbështetje, nuk ka ndoj. Ta them të drejten, ta marrë një shembull konkret, ne tash që po punojmë tek serialet, bje fjala tek produksioni Donjeta. Tash që jem të e ba Rrugët e Lirisë. Këtë serial është me ngjarje të vërteta, të cilat kanë ndodhur.
Dhe këtë serial është dashur Ministria e Kulturës me sponsoru. Veç me thonë ku janë ata njerëz që mu e bajnë këtë punë. Sepse ne një mënyrë jemi duke bërë një farloj arkivimi të ngjarjeve që kanë ndodhur, që mbesin për brezat edhe sa të është njerësi. Po normal se ka vështirësi edhe produksioni edhe aktorët, po me gjithatë po ja dalin. Falë punës dhe angazhimit të produksionit, mirë është të shku puna, është një produksion korrekt, si me aktorë, si me pagesa, si me pra sa merremi vesh, kështu. Ta thëmë të drejten mua nuk ka ndodhë, sepse kam qenë shumë i përkushtum për artin. Kam qenë gjendje dramën komplet me mësu përmensh, jo veç rolin tim. Po, ka pas raste që ka ndodhë që kanë harru tekstin, sepse teatri me filmin ka dalim, sepse filmi bëhet kthehet edhe njëherë, dhe i bëhet mirë, dërsa teatri është drejt për drejt, dhe nëse diçka qalon, nëse nuk gjinën aktorët, mund të përfundon pjesa keq. Njëherë më kujtohet një rast, një kolege pa të harru tekstin, dhe e pam që nuk është mirë, ishte një gjysh që kisha ardhë me u qu buk në malë. Ishte koha e kaçakve, dhe tash ai mbeti pa tekst dhe jam hyrë edhe i kam thonë Cuksuholi, hajde se po thrasin në shtëpi. E kam vrejt sepse ta thash në çdo dram e kam mësu përmend që kam ditë. Kështu që ndodhin gjëra. Unë të thëmë drejtën nga përvoja që kam 50, ma shumë se 50 vite në skenë, nuk kam problem me u fut në karakter. Mjafton me pas tekstin, ndoshta 10 minuta ma herët, jo ma shumë, dhe e gjej vetën atë karakter. Po e të regoj një anekdotë nga Xhemajl Obria. Xhemajl Obria ka qenë një dietar i njoftun gjithë trojët shqiptarë. Po e ka pas një vlla që nuk i ka gjati dhe ka qenë i trash prej koke. Edhe shkon një mik i tina edhe po thirë të dyrt e takon vllaun e tina. I thot, unë Xhemajli, kësaj dhe thot, në gjithë vëllaj në ashta është thot në kull. Dhe kjo shkon kull, ku shkon të Xhemajli po bisedojnë edhe po i thot Xhemajli. Xhemajli tha, e kishe tha i farcungu që atjet e dyrt, bre thas, mërë burë, tha. A i cungë tha, që 50 vjetë tha jam të edhen, tha, edhe s'po muj as një bujashk mi janë zirë. Do me thonë se s'ka mujt me... Po kanë folë me rotula, kanë folë me mesele, kanë folë me... Koha ka qenë e tillë. Mesazh kryesor unë të thash atë që ta ruajnë modestinë, ta dojnë artin, të përkushtohen punë, të kenë një kulturë njerëzore, sepse unë e tham titulli më i madh për një njeri është të qenurit njeri. Nëse nuk jemi njeri, atëherë s'mund bëhemi as aktori. Fëmijët e mi, jo që unë nashta i kam orientu, po me siguri kanë gjenin, në gjenë kanë artin. Djalin e madhe kam skulptor, është skulptor i dalluar, Marcel Beta. Djalin e dytë e ka skenografin, Liridoni, e vajzën e vogël e kam dramaturge, Ilirianën. Kanë marrë, dhe jam i kënaqur, sepse aqë shumë e kam dash, sa që une me mujtë them, krejt Kosovën i bëj aktor. Aqë shumë sa që e dua aktrimin. Na kemi punu me një motiv, me një vullnet të madh. Kemi punu në baza vullnetare. Kemi majtë prova dimnit, në atë kohë dimnat kanë qenë të vështirë. Provat i kemi majtë zakonisht mas dite. Ka pas njeri që ka udhëtu me 20 kilometra kam, bora dhe këtu. Qka do me thonë, qfar vullneti kanë pas. E ta bojmë krahasimin me sot. Si të vjen, thot sa jesin, sa mbesin për lek. A nuk e din që ne, do me thonë, kemi punu në baza vullnetare.
Para luftës, neve, kur erdhë regjimi, na dëbojnë nga Qendra Kulturës. Atëherë na dasht me vazhdu teatrin në forma tjera. Na dasht me u qas me gjirimin e filmave. 5 filma artistik i kemi gjiru të ik prej një mali një mal tjetër. 1995-97, pra shpërthimit luftës. Është filmi Dalja nga errësira, filmi i parë që kemi bë. Është Kohët e liga, është Adisa Ademi, filmi Deri kur dhe është një komedi e kemi pa bën Kalanica e Kadiut. Po filmi i parë, Dalja nga errësira, ta them të drejtën, për mua është dhe mbetet ndër filmat më të mirë, sepse edhe ka qenë tematika, edhe e kemi lujt me shumë përkushtim madh. Atë film nuk ka shtëpi shqiptare që nuk e ka pas ato kasetat e mdhaja kanë qenë, sidomos në diasporë. Dhe ka të bëj me hakmarrjen, me pajtimin e me gjana, kështu që une sot kur e shikoj atë film, aq shumë është i prekshëm, nuk muj me u përballu pa ndalë atot. Po edhe filma tjerë janë. Mu, populli më ka majtë në skenë, manë edhe sot. Dëshira e tyre, dhe dashuria e tyre që kanë ndaj me. Çdo koment, kanë komente të mira, kanë komente veç vazhdo, dhash zoti ymer, na knaqe, po na e kthen Kosovën, po na kthen po na lidh me Kosovën, sa në kështu që mu ato mbajnë. Pastaj tek fotografi, bje fjala, në shesh nuk pështon ditë kur dal, që nuk ofro dikush, a ban një foto me pa. Ajo që më knaq mas shumë të është kur fëmija më ofrojnë. I thojnë prindit, mam ose bab, thuj agjit a ban me ba një foto. Ajo më ban shumë me unë i mirë edhe mbu shumë, sepse po e kuptoj që edhe fëmit po i përcjellin serialet. E që kryesora është kjo. Une këtë punë e bëj për 3 arsye. Një e bëj që e duhe ka martin shpirt dhe nuk mu i ripate. E dyta është për me lanë diçka për brezat. Edhe e treta është po mënohëm mos me lanë trunin me fjetë. Se fjeti trunin më qka. Filmat luftën e kanë prek ka pak aty këtu. Halil Budakova Bjefjala ka ba shkolla maleve, ka trajtu një segment aty, luja të ai film, është trajtu film për Azembejtën edhe në atë film luj, ndërsa sa i përket një film për Adem Jasharin, duhet me u ba një film nga institucionet e kulturës. Ata duhet marrin një hap, duhet fonde, duhet sigurimi i gjetja aktore, duhet ta merr një regjisor, qoftë i mrenshëm apo i Shqipërisë, dhe të bëhet një diçka e mirë. Nuk guxon të punohet për Adem Jasharin shkele shkotiska, sepse filmi mbetet. Andaj, ma mirë është me u bon pak ma vonë, e me u bon ma mirë, se me ungut e me dalë diçka keq. Kur është qashtja tek një film, tek një seri, tek një shfaqje, unë shpesh ju tham, kërkush nuk të pyet për sa e ke ba, po të vlerëson, e pas ke ba mirë, e pas ke ba keq. Andaj nuk ban të ngutemi kur. Ma mirë na merr edhe 1 muj ma shumë ose 2 muj, po kur del mirë. Ky teatr i ka dhanë 5 dëshmorë, që 5 dëshmorë ka një qytet i madh i tërë që nuk i ka dhanë. Është Hamz Jashari, Naser Kodra, Qazim Jashari, Sejdi Reka,
edhe Nazmi Jashari. Hamzi Jashari ka qenë pjesë e teatrit. Kemi lujt me ta një 4 drama dikun. Pastaj ai ka kaluar në ilegalitet dhe ju ka dashur me ndërprer. Ka qenë shumë i pasionuar pas teatrit. Po unë e tham shefe, unë e tham në përgjithësi, familja Jashari janë edhe një familje artistësh. Aty gjanë gjithçka. Tashi Hamza ka lujt në teatr. Po ne e kemi pa bje fjala. Ajo storja ku ec Hamza Ademi që ec. Te Bonari bje fjala kur pin Ademi duhan. Dhe në tjera tymin në mënyrë artistike. Që rallë në aktor më në panë. Pastaj i kemi, e kanë pasion vallëzimin, edhe në luft, është ajo vallja. E në evente ndryshme, do më thonë janë një familje artistësh. Kush se ka përjetuat ata tramja, ajo është, po, ndryshe kemi përjetu na, ndrysh kanë mujtë me përjetu dikush ma largë. Ne kemi qenë këtu afer, edhe gjithdo krismë e kemi ndëgju në shtëpia tonë, sepse unë jetoj në Skënderaj këtu. Edhe ta thëmë të drejten se për 3 ditë në trinet, a kemi ban pak, a hejtë shumë. Sepse e dishim që po bëhet luft. Edhe qka. Hamza ka qenë një tip i qetë, ka qenë tip komik, ka ditë me ban dhe hajgarë. Ka qenë një dorëlirë, a i ka qenë punë, atëherë ishim studenta, dhe shumë herë mas provave, na pagun të qaj, atëherë s'ka pas kafe. Hy shumë qajtore, edhe thëjke keni me pi qaj, dejt ngini. Kështu që do me thonë, a i ka qenë, shkojmë, sidomos në përvjetore raste, po shkojmë edhe më brenda. Tashi, po luhen, faktikisht kanë fillu, po bojnë seriale kogja shumë. Po nuk ka të keqë, sepse bëhet një lloj konkurencë. Dhe kur ka konkurencë, del diçka e mirë. Sepse pa një konkurencë, s'ka edhe interesim. Kështu që ka seriale të mira. Ta them të drejtën, seriali Shtëpia e Madhe ka qenë një prej serialeve më të mira që është luajt mas luftës. Pastaj serialet tek Donjeta që po luhen, ka qenë seriali Dashnia e pabesi, ka qenë një serial shumë i mirë. Pastaj është Rrugët e Lirisë, është një serial shumë i mirë, i cili trajton ngjarje të vërteta, të cilat kanë ndodhur, të cilat shumë njerëz i kanë përjetuar ato. Dhe unë e them, nuk ka shqiptar që nuk e ka përjetuar dhunën e serbit, qoftë në mënyrë apo në mënyrë tjetër. Andaj, edhe ky serial është i pranishëm në çdo familje shqiptare. Ky serial i Dashnia e pabesi nuk ka mundësi sepse nuk e di, është po një ndamje aty, ndërsa të Shtëpia e Madhe ndodh që nëse gjejnë donator mund të rifillon, edhe pse Arjaniti një mënyrë e ka ba një farë lloj me vrasjen time, vrasjen e Petarit, që janë 2 figurat kryesore gati, negative e pozitive, jep për me përfundu, jep një sinjal, po me siguri se nëse gjenë mjetë mund të vazhdon. Dhe kjo është shumë e vërtet. Është e vërtet, këto seriale po ju japin rast njerëzve të cilët kanë talent dhe po ju japin rast me zbulu vetë. Ka shumë aktor që nuk ka pa hëndër me u bën aktor, por e ka pasur në shpirt. Dhe tashi ai po del super aktor. Kështu që nuk duhet me
nuk duhet me thanë që termin po bëhet gjithkush aktor, sepse ajo është pak një farë lloj ignorance, po është mirë se po ju jep rast ai që ka një talent me zbulu talentin e vet. Po shife une, me teatr kam fillu, 50 vite i kam në teatr, ma shumë më pëlqe teatri. Po, me qenë se tash i teatri veç, unë e mbaj një teatr këtu, teatrin e fëmijëve e maj, në baza vullnetare, e baj një shfaqje në vit, dhe e baj në baza vullnetare, e baj pse e du, edhe e baj me ndihmu në i talent, me nxjerr në i talent. Kështu që dy fëmijë prej atij teatri luajnë në seriale. Ajo mu më kënaq. Ky teatr ka nxjerr aktor, regjisor, skenarist, dramaturg. Ma shumë se të ka Skënderaj aktor se qytetet mëdha. Prej një grushti këtu që kemi qenë. Sepse në fakt, ai që e ka dashur aktrimin me shpirt, ai ka shku edhe është regjistru pak kur farë problemi. Ju ka ndihmu se këtu e ka marrë bazën. Une kam pas fat, punoj me regjisor profesionist, sa kam qenë në studime, se dhe atëherë ka egzistu teatri studentëve, Ramil Sadiku, aty kemi punu me regjisor profesionist dhe tash unë aty i kam marrë, pe ty në kam marrë shumë, dhe atë përvoj e kam sjell këtu në teatr dhe kemi bë punë të mëdha. Shife, rolet nuk duhet me i marrë ashtu, sepse aktori s'duhet me qeni përcaktum një rol, luj këtë karakter, se luj këtë karakter. Një aktori mirë fillt, a i duhet luj çfarë do roli që i ofrohet. Tash i tjetër është cilin e bama me dëshire, ma po, kryesisht, unë kam lujt një rol negative, kam pas lujt një rol negative, kemi pas një dramë, Kali i Shtrigës, një paramilitar serbe kam lujt, normal që s'kisha dasht ato role mi lujt, po me gjithatë duhet ba dhe ato role. Une kam e ceku tash një aktor që kam lujt bashkë me ta gjerën e fund, ka qenë Bilal Koci, a i tash nuk është njëjtë mo. Me te kam punu deri në fund, dhe e një mungesën e ti, po jeta është kjo. Unë edhe ky Bilalin nuk jemi nala asë në luft. Jemi kyqë në trupën ushtarake Hamzi Ashari. Atje kemi ba recitalin aja është i gjallë. Ne nuk jemi nalë kur, as para lufte, as në luft, as mas luftës. Ne kur na kanë debu prej qendrës kulturës, policia, ne kemi vazhdu aktivitetin në përmale. Dhe kemi vepru në parimin era edhe zjarri. Era zjarrit, sa ma shumë që i fry, a i ndezet ma shumë. Edhe neve sa ma shumë që na kanë ba presion, ne akoma kemi marrë forcë edhe vullnet me punu. Na kanë arrestu, na kanë dhonë ultimatum, nëse ju gjejmë në përmale, do ju vrasim, ne absolut nuk jemi në asnjëherë, as që na ka bë përshtypja. Kemi punu edhe në luft, thash jemi kanë të kyqën në trupën ushtarake Hamzi Ashari, sidomos unë edhe Bilal Koci, atje kemi ba recitalin Aja është i gjallë.